Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se cilat shenja do kenë njohje të reja, rilidhje, ribashkime deri në fund të këtij muaji, por dhe propozime të ndryshme profesionale, por dhe financiare. Por do kenë dhe një zhvillim të mirë ekonomik. Atëherë mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit dhjetor, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, sepse aty flitet për gjitha shenjat e horoskopit, videot e vitit 2026 dhe shenjat më me fat të vitit 2026, por dhe video me tema për dashurin dhe tema të ndryshme. Gjithsesi, shenjat që do kenë, unë do flas pak se cilat shenja do kenë rikthime, ribashkime, dhe janë shenja e demit, shenja e gafores, shenja e akrepit, shenja e peshqve. Por dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në këto shenja. Por ju mund të keni dhe planete në këto shenja që ju ndihmon kjo periudhë. Ndërsa shenjat më me fat gjatë deri në fund të muajit nëntor do jetë shenja e gafores, shenja e akrepit, shenja e britsjapit. Këto tre shenja do kenë fat gjatë kësaj periudhe dhe shenja e peshqve. Gjithsesi, do shohim tarotin se çfarë do na thot në lidhje me të gjithë ju. Atëre, këtu kemi të bëjmë, pavarësisht energjive, është një lexim i përgjithshëm, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe energjitë shenjave të tokës. Ju shoh energjia e shenjave të ujit, ju shoh që do keni njohje të reja, një person i ri vjen drejt jush, do keni flerte, por mund të jetë dhe një person që rikthehet tek ju, sepse shoh që është një person që dëshiron të bëjë një fillim të ri. Ose në rastin tjetër mund të jetë edhe një njohje re tham, një fillim i ri në lidhje me një person të ri, ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë rikthim, ribashkim në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja me persona nga e kaluara. Dhe ju shoh që do të jepni fund situatave, ndoshta keni qenë shumë të stresuar, shumë të tensionuar për një kohë të gjatë, por ka ardhur momenti që të çliroheni. Deri në fund të muajit do ketë zhvillime të mira ekonomike dhe unë shoh që ju do keni një fillim të ri ekonomik. Mund të keni një ofertë të re dhe të jepni zgjidhje situatave. Ndërkohë, shoh që do të jepni fund tensioneve dhe stresit që keni pas për një kohë të gjatë. Ndoshta në lidhje me dashurinë, me një njohje që ju keni marrë shumë goditje, ose keni qenë të tensionuar në lidhje me këtë dashuri, me një person që mund të keni pasur në jetën tuaj, dhe shoh që keni bërë dhe shumë durim, por dhe në lidhje me anën ekonomike dhe me situatat me pjesën e studimeve për një pjesë prej jush, por dhe me pjesën e shëndetit. Dhe shoh që keni bërë shumë durim. Jeni munduar të shikoni gjërat, por dhe t'i trajtoni më pozitivisht, pavarësisht këtyre situatave të vështira psikologjike që ju mund të keni kaluar. Dhe shohim se çfarë na sjell princi i kupave. Atëherë, kemi energjitë shenjave të zjarit, kemi energjitë shenjave të tokës. Shoh që është një person që ka shumë pasion në lidhje me ju. Mund të jetë një person në distancë, mund të jetë një distancë e shkurtër, por dhe një distancë e gjatë, sepse është leximi i përgjithshëm, dhe ky person vjen drejt jush për të stabilizuar një situatë ose për të bashkëpunuar me ju. Një situatë në njohjet që ju mund të keni në rilidhje ose në ribashkime që mund të keni. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do jeni në lëvizje për anën ekonomike, do merrni një lajm të mirë nga ana ekonomike dhe ju shoh që ju do t'i bërni gjërat me shumë pasion,
por kjo ka lidhje dhe me një shtëpi. Ndoshta mund të jetë blerja një shtëpie, mund të jenë blerje dhuratash ose diçka tjetër, por shoh që do bëni dhe kontrata të rëndësishme, që mund të jenë kontrata në lidhje me punën, kontrata ekonomike, ose kontrata në lidhje me kredi të ndryshme, ju mund të bëni dhe pagesa të ndryshme, por mund të bëni dhe blerje të ndryshme. Mund të jetë blerja një shtëpie, blerja një makine, ose një zhvendosje që ju dëshironi të bëni deri në fund të muajit nëntor. Dhe shohim energjia e shpatave që na sjell energjinë e monedhave. Shenja toke, shenja zjarri. Shoh që keni kaluar tension dhe stres për një kohë të gjatë, ju ka munguar dashuria, ose ju ka munguar ky person që dëshironi të rilidheni përsëri, por ndërkohë ju shoh që ndjeni dhe mungesa ekonomike, ose ju ndjeni të lodhur nga situata ekonomike dhe ndryshme që mund të keni pasur. Kjo mund të ketë lidhje me shpenzimet tuaja, ose me shpenzime jashtë parashikimeve tuaja. Ju shoh që ndjeni të raskapitur nga disa situata, por edhe të lodhur fizikisht, por për një pjesë tjetër, ndoshta edhe në lidhje me anën shëndetësore, me operacione të ndryshme ose diçka tjetër. Por shoh që ju mungon një person që ju keni qenë në njohje ose në lidhje, dhe jemi të energjisë zjarrit, shoh që ju do keni një takim me këtë person. Do keni një takim, do keni shumë diskutime aty, dëshironi të bëni këtë fillim të ri, por ju shoh që do jeni dhe duke e festuar këtë gjë. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju do arrini të stabilizoni çështje ekonomike që mund të kenë lidhje me të përditshmen tuaj, me blerje të ndryshme që dëshironi të bëni, me çlyerje kredish që mund të keni, ose edhe në lidhje me një stabilitet profesional, në lidhje me punën tuaj, por edhe në lidhje me situata të ndryshme që ju vërtet dëshironi të stabilizoni. Ju dëshironi të stabilizoni shëndetin tuaj, studimet tuaja. Gjithsesi, unë shoh që jeni në festime, në lidhje me një person që do vi te ju që ju ka munguar, pjesën tjetër në lidhje me ribashkime që mund të keni gjatë kësaj periudhe, por për disa të tjerë thash nga ana ekonomike. Për gjithë ata që ndoshta ju mund të keni harxuar dhe duke paguar një kredi mund ta mbyllni gjatë kësaj periudhe, ose situata të ndryshme ekonomike, dhe shoh që do ngelin me pak para në duar. Ju shoh që keni bërë shumë durim, dhe jemi të energjisë shenjave të tokës. Keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Këto mund të jenë situata në lidhje me dashurinë, me një person që ju ka munguar, ndoshta keni qenë shumë të tensionuar ose keni qenë të stresuar. Për pjesën tjetër mund të ketë bëjë dhe me institucione shtetërore, se nuk tham, me gjykata, prokurori, situata të ndryshme, por shoh që jeni drejt mbylljes. Do t'i mbyllni gjatë kësaj jave dhe do harrini të stabilizoni situatat që keni. Shumë durim në dashuri, shumë durim nga ana ekonomike, por dhe në çështje dhe situata studimore, në lidhje me shëndetin, me udhëtime të ndryshme, nuk tham keni dhe udhëtime këtu. Dhe kalojmë te mbreti i tokës. Dhe kemi kartën e botës që ka 4 energji, energjia e shenjës së Demit, Akrepi, Virgjëresha dhe shenja e Luanit. Gjithsesi ju shoh që ju do jeni në një pozicion më të favorshëm, dilni nga kjo gjendje, nga kjo situatë durimi që keni bërë deri në këto momente, do mendoni për të bërë një fillim të ri, sepse kemi dhe anën e re këtu, por ndërkohë do bëni fillime të menduara mirë. Mund të jetë një dashuri e re, duke mbyllur një cikël të vështirë që ju mund të keni pasur në lidhje me dashurinë, dhe unë shoh që ju presin ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Ju jeni duke menduar shumë seriozisht këtë ndryshim. Ndoshta një dashuri e re, një rikthim për një pjesë tjetër, një ribashkim për disa të tjerë, ose mund të jetë një fillim i ri ekonomik. Disa prej jush janë në një pozicion të mirë ekonomik, por shoh një pozicion mbretëror. Ndërsa për një pjesë tjetër është një person i fuqishëm ekonomikisht që mund t'ju këshillojë ose t'ju mbështesi në lidhje me një ndryshim që kërkoni në jetën tuaj. Mund të dëshironi të largoheni, të shkoni jashtë shtetit, nuk keni mundësi ekonomike,
Dhe një person që ka eksperienca, por ka dhe fuqi ekonomike, do t'ju mbështesi në lidhje me këtë ndryshim që ju prisni. Ose në lidhje me prona të ndryshme, se ka lidhje edhe me prona që mund të keni, shoh një ndryshim, por është një ndryshim për mirë. Ju mbyllni një cikël të vështirë, ju mbyllni vështirësitë në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, vështirësi ekonomike, dhe ju shoh që gjeni forcën për të ecur përpara, do jeni më të organizuar, por ju shoh që do përdorni fort edhe atë inteligjencën tuaj gjatë kësaj periudhe. Dhe vazhdojmë, unë do doja të merrja një pako tjetër letrash. Të shohim se si do jetë deri në fund ky muaj për ju. Atëherë, ju shoh, jemi te energjia e shenjave të ujit, jeni duke ëndërruar, shoh. Do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, njohje me flerte të ndryshme që do keni, por ju jeni duke ëndërruar vetëm rreth këtij personi që ju mungon. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, do keni shumë oferta pune, por do keni oferta të ndryshme ekonomike, por edhe në lidhje me blerje të ndryshme që dëshironi të bëni. Mund të jetë blerja një shtëpie, një trashëgimi, marrja e disa parave, dhe është shumë e konsiderueshme. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje dhe me ju dëshironi të stabilizoni anën ekonomike dhe do t'i keni të gjitha mundësitë për ta bërë këtë, por ju shoh me ëndrave dhe iluzioneve në lidhje me gjërat që ju pëlqeni dhe ju tërheqin vërtet shumë. Dhe vazhdojmë. Atëherë, ju shoh, jemi te energjia e shenjave të tokës, shoh që ju do dilni, do çliroheni nga këto situata, do harrini të stabilizoni, dhe shohim në 2 letra këtë, kemi 4-ën e shkopinjve, por kemi dhe 9-ën e monedhave, ku kjo tregon një stabilitet emocional, por dhe ekonomik, por ndërkohë ju shoh me vetbesim në lidhje me fillimet e reja që do bëni, në lidhje me një dashuri të munguar, në lidhje me një ribashkim, një person që ju mungon, ose në rastin tjetër nga ana ekonomike, ose dhe me marrjen e disa parave që ju do ndjeni më të sigurt në lidhje me anën tuaj ekonomike. Më falni, por kjo ka të bëjë dhe me një pronë. Ka të bëjë dhe me një pronë, për disa prej jush mund të merrni para nga një pronë dhe kjo gjë do t'ju japi më siguri në veten tuaj. Dhe vazhdojmë. Këtu kemi energjitë shenjave të zjarit. Ju shoh shumë luftarak, keni bërë shumë durim, si në lidhje me dashurinë, me një person, në lidhje me punën nga ana ekonomike, do mbyllni një cikël të vështirë dhe ju shoh sukses dhe fitore për ju. Ju do harrini t'ja dilni me sukses në lidhje me fillimet e reja që ju do bëni. Mund të jetë një dashuri e re, edhe pse do keni persona që do t'ju mbështesin, mund të keni persona të tjerë që mund të bëhen ziliqar, por ju shoh shumë luftarak dhe ju shoh me fitore, me sukses. Ndërsa për pjesën tjetër mund të keni një fitore, një sukses në diçka të re që do filloni. Mund të jetë një punë e re, një partneritet, një biznes i ri për pjesën tjetër, por gjithsesi unë ju shoh të suksesshëm. Ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur që do t'ju sjellë sukses në të ardhmen. Dhe përfundimi, atëherë ju shoh që jepni dhe merrni me një person që e keni ëndërruar, një person që ka ndjenja, emocione, një person që mund të flertoni, një person që mund të jetë duke u rikthyer tek ju. Shoh që disa prej jush mund të jenë midis 2 personave, janë duke ëndërruar rreth këtij personi, por gjithsesi ju do harrini të vendosni një lloj ekuilibri. Ndërsa për pjesën tjetër, këtu jemi te energjia e monedhave, energjia e shenjave të tokës, ju do harrini të vendosni, të merrni disa para, por mund të bëni dhurata, mund të
jeni duke menduar për të shpenzuar, mund të ndihmoni fëmijët tuaj, mund të jeni duke ndihmuar prindrit tuaj, gjithsesi shoh që do vendosni një lloj ekuilibri në jetën tuaj. Dhe këtu kemi përsëri kartën e botës, sepse është pak o tjetër letrash kjo që tregon mbylljen e një cikli të vështirë, por dhe fillimi i një cikli të ri të lumtur. Për gjithë ata që i kanë munguar një dashuri, i ka munguar një person, dhe shoh një rilidhje, një takim me këtë person, do jeni duke festuar, do jeni shumë të sigurt në lidhje me këtë dashuri, shoh që ju do filloni një cikël të ri të lumtur, duke i dhënë fund situatave të stresit dhe të tensionit që keni kaluar në lidhje me dashurinë. Dhe çelësi është në dorën tuaj për ta bërë këtë gjë. Ndërsa dhe do ta bëni me mençuri, duke gjetur forcën brenda vetes në lidhje me këtë person, ose në rastin tjetër duke përdorur shumë fort edhe pjesën e logjikës dhe pjesën e mençurisë. Ndërsa në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një pronë, në lidhje me një shtëpi, me një zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, nuk e di, ndoshta ju mungojnë dhe parat, dëshironi të bëni një zhvendosje ose për të marrë diçka ose për të investuar në shtëpinë tuaj, por gjithsesi unë shoh që do merrni disa para dhe kjo gjë do t'ju bëjë sigur do t'ju forcojë atë besimin brenda vetes tuaj. Dhe ju do harrini të mbyllni vështirësitë, tensionet, stresin që keni pasur për të bërë një fillim të ri. Një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira në jetën tuaj. Atëherë ju shoh edhe këtu po mbyllni një cikël të vështirë, jemi te energjia e shenjave të ajrit, ju shoh shumë luftarak, sukses fitore, por thjesht dilni nga mendimet negative, sepse edhe kur në momentin që ju do keni sukses dhe fitore, ju përqendroheni në gjëra, në mendime negative. Edhe pse ju gjëra do t'ju ecin mirë në lidhje me dashurinë, sepse filloni një cikël të ri, do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me këtë fillim që do bëni, ju ndoshta mendoni negativisht se kjo njofje ose lidhje nuk do eci para, ky rikthim ose ky ribashkim nuk do eci, ose një punë, një fillim i ri që do bëni, një biznes, një aktivitet i ri, një punë e re, studimet, në lidhje me studimet të ndryshme ose dhe me udhëtime të ndryshme që do keni, thjesht mendoni negativisht. Dilni nga mendimet tuaja, rruga është e hapur, nuk ka asnjë gjë nga ato që ju mendoni, edhe nëse ju keni pasur situata të vështira, tension, stres që keni kaluar, kjo nuk do të thotë që gjërat nuk do të ecin. Unë shoh që ju filloni një cikël të ri, të lumtur, dhe do ndjeni shumë të sigurt në veten tuaj në lidhje me gjërat që ju do filloni gjatë kësaj periudhe. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ajrit dhe kemi shtatën e shpatave që tregon sekrete, tregon të fsheta, por tregon edhe, mund të tregoj që ju mbani një sekret, një dashuri, ju jeni të fshetë në një dashuri, ose ju mund të zbuloni një sekret në lidhje me dashurinë në rastin tjetër. Por ju thotë që bëjni gjërat më me kujdes nga sa i shikoni, domethënë, nga sa duken, duhet të tregoni më të kujdesshëm dhe të shikoni gjërat më mirë nga sa ato duken. Duhet edhe të falni, thotë, duhet të falni dhe të ecni përpara. Gjithsesi në tarot kjo tregon, si kartë tregon sekrete, mund të jenë sekrete në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, ju mbani sekret ndoshta dhe situata, tensioni dhe stresi që keni kaluar në jetën tuaj, dhe nuk dëshironi ndoshta t'i ndani. Në rastin tjetër mund të jetë një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë. Gjithsesi ky si mesazh ka të bëjë në lidhje me një sekret, por ju do jeni të mbështetur nga angjëjt çfarë do lloj sekreti që mund të keni. Dhe marrim dhe një mesazh tjetër dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin angjëjt. Dhe shoh përsëri, ju mbani sekret një dashuri të munguar, ju mbani sekret atë mungesën ekonomike. Ju mbani sekret dhe keni frikra në lidhje me parat, në lidhje me sigurinë tuaj. Duhet të kërkoni dhe ndihmë, thot.
që t'ju ndihmojnë dhe persona të tjerë. Në qoftë se ju jeni në këto situata ku ju nuk dini çfarë të bëni, ju mbani një sekret, ju mungon një dashuri dhe ju e mbani për vete këtë, nuk e ndani me persona të tjerë. Atëherë kërkoni ndihmë, ju thot, ose në lidhje me një rikthim, me një ribashkim, me një fillim të ri. Në rastin tjetër me një punë të re, nga ana profesionale në lidhje me kredit ose në lidhje me situata ekonomike të ndryshme. Sepse ju shoh që jeni gjatë gjithë kohës të friksuar për të futur në një njohje, të friksuar për të hyrë ose për të rilidhur përsëri me një person dhe e mbani sekret të frikë brenda vetes, ose në një ribashkim, në lidhje me një fillim të ri ekonomik, ose që ju të ribashkoni me persona nga e kaluara në lidhje me punën tuaj, me partneritete të ndryshme ose bashkëpunime. Thjesht ju jeni të mbështetur nga angjëjt, kërkoni dhe ndihmë te personat e tjerë sepse ndihmën do ta keni aty. Atëherë mesazhet ishin me shumë kuptim, nuk e di se si mund t'i shihni ju. Gjithsesi, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, një mbasdite sa më të këndshme. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë kjo ishte për ju, dëgjojmë në video të radhës.